Miqtë Prizmës, sigurisht që ka përqenë gjithmonë një nga temat më të shëmtuta, po ta trajtosh në mënyrë të drejtë, besnikërisht, në mënyrë ligjore edhe parimisht në demokraci me të drejtën ligjore, çështja e pronave. Në Shqipëri është shkatruar në mënyrë tragjike. Nuk është vetëm çështja e 7501, është shkatruar që me 1945-46 kalimin të çdo gjëje në private, pronore në shtet, dhe ardhja në 1990 në duart e maskareve akoma më shumë se ata që sigurisht i hoqën pronën popullit, ata që e shpronësuan popullin. Ishte një nga katastrofat më të mëdha dhe vazhdon të jetë edhe në 2026 një katastrofë. Këtë ditë shtetit shqiptar u bë si duhet të bësh përpara 30 vjetësh i Zotit që t'i jepte tapi ose letrën e njohjes së pronësisë edhe të katedrales Kishës Madhe. Imagjinoni, miqtë e mi, katedralja ka nisur gurin e parë të themelit në prezencë të lartësive, prelatëve katolik, po dhe musliman, sigurisht ka qenë Daud Boriçi aty. Dhe normalisht për të ndërtuar 1858, për të ndërtuar janë vendosur edhe lira turke, dupje të mëdha, por janë vendosur edhe florinta, gulden të Austro-Hungarisë. Si nga sultani, ashtu edhe nga perandori austriak. Është një histori shumë interesante sepse sigurisht në bashkëjetesën e madhe, pastaj, si më thënë, mirëjetesën bashkë midis po them komunitetit musliman të asaj kohë dhe atij katolik, u ngrit edhe një nga katedralet më të mëdha të asaj kohë në Ballkan. U ngrit edhe arqipeshqia e madhe. Edhe imagjinoni në 2026, sigurisht që ajo ka pasur tapi, ka pasur letra, por mas viteve 1990, imagjino tash, atë mund ta kishte prishur edhe diktatura, por nuk e prishi. E ktheu në pallat të sporti. Dhe nuk prishi edhe tavanin e famshëm që ka bërë Koli Romeno. Por sigurisht atëherë ishin pronat të gjitha të shtetit, dhe ajo ishte pjesë e shtetit. Shteti diktaturës, diktaturës proletariatit absolutisht nuk njoh pronat e kishës edhe të komunitetit musliman, të asnjë lloj religioni. Pra, 1990 që e domosdoshme që të pajiseshin, nuk u pajisën. Të gjithë hipotekat, kadastrat, deri tash nuk bën gjë. Dhe ç'ndodh? Në një moment që sigurisht kërkohet edhe restaurimi i saj, është bërë për të restauruar. Arqiveshpi i Shkodrës bën një vizitë te kryetari i bashkisë Benet Beci. Sigurisht në rast nderimi edhe respekti që për kohën kur ai është kryetari i bashkisë, vjen edhe tapia e Kishës Madhe. Në një anë është për të gëzuar, në anën tjetër është për të turpëruar. Por ky nuk është problemi që do të trajtojmë. Me gjithë gëzimin që kemi që sigurisht pronat të bëhen me tapi, dhe sigurisht pronat e kishës edhe pronat e komunitetit musliman, pronat e komunitetit ortodoks, të gjithë pronat e tilla, atje ku ju takon, jo aty ku nuk ju takon. Se ka shumë raste edhe që nuk ju takon, edhe ka pas raste edhe që grinen me njëri tjetrin, ka pas raste që ka pas konflikte që kanë shkuar deri në vdekje. Tash nuk është ky rasti që unë të flas për këtë punë, por ka ndodhur edhe ky fenomen. Përveç gëzimit kësaj tash duhet trajtoj problemin e vërtet. Dhe ta trajtoj jo për periferit dhe folklorizmin, jo për zaptuesit e tokave dhe të pronave që ulen si përrej nga malet dhe duan të kapin dhe copa në Shkodrën e Shkret. Dhe për këtë
më ka nxitur një postim i një deputete të Shkodrës, e cila të gjithë këtë bërjen me tapi të Kishës Madhe ja dedikon një farë Eglantina Froku. Kjo Froku, sipas kësaj deputetes, ja kishte bërë me tapi Kishën e Madhe. Dhe nuk kishin mrit ta bëjnë as Sali Berisha me njerëzit e tij për 30 sa vite, 33 vite në Shkodër, dhe as Edi Rama me Benet Becin për këto 2-3 vite që e kanë në Shkodër. E ka bërë Eglantina Froku, e cila sigurisht është një detyreshe e emëruar prej atyre personave të cilat Monsignori i Shkodrës shkon edhe i takon në zyrë. Kjo është keqdasja për të rivendikuar atë lloj mistresleku politik i pa merituar, se sigurisht kur vesh e para në listë e pa meritume, pa të njoft kërkush, pa pas moshën, pa pas një kontribut, të vend para në listë, dhe më thanë që nuk i ke fajet ti që shkruan kështu, sot për i ka fajet ai që të ka bërë, dhe ai sigurisht është Edi Rama, por me tapi, Kishën e Madhe të Shkodrës nuk e ka bërë Frokja, po e ka bërë Edi Rama me Benet Becin. Dhe nuk e kanë bërë ata që kanë qenë deri tani. E ka bërë ky. Tash kjo deputetja e cila nuk mund të jetë as socialiste, as e majt, asgjë, nuk mund të jetë asgjë politikisht, sepse s'ka thënë asgjë, nuk ka parime politike, as i ka rivendikuar, as i ka thënë kurrë në jetën e saj, thotë e ka bërë kjo Frokja. Mirë, pastaj fillon debati i madh. Debati i madh është ky, ç'po bisedoni për Kishën kur këtu ka më mira e mira, dhe ky është debati që kanë këtu. Kanë marrë tapi, po kanë marrë një pjesë e madhe zaptuesve në sajt hipotekave kriminale që kanë ndërtuar pushtetet e drejta njëshme. Dhe njerëzve kriminal, folklorik, politik, pushtues, që kanë vendosur edhe politika, po dhe ato interesa klienteliste të shëmtuara të politikës. Por po ju them disa shifra. Janë 180 shtëpia që i kalon 200 vjeçët në Shkodër që nuk kanë tapi. Janë shtëpia monumentale që nuk kanë tapi. Shtëpia monument kulture. As muzeu historik i Shkodrës nuk ka tapi. Nuk ka tapi as shtëpia Pashkovasës, nuk ka tapi as shtëpia e Ramadan Sokolit. Nuk kanë tapi shumë shtëpia qytetarësh musliman dhe katolik mbi 200 vjeçare. Shtëpia mbi 200 vjeçare, 300 vjeçare Shkodër nuk kanë tapi. Unë gëzohem për Kishën e Madhe, por këtu ka shtëpia pa tapi, që presin nga kjo Eglantina Froku, e kësaj koçekes që të bëhen me tapi. Dhe kanë tapi, jo vetëm pushtues, zaptues tokas, e sidomos tapina të rishikimit, të pronës, të grabicave, legalizimit, i cili sigurisht është forma më kriminale e bërjes me tapi të atyre që kanë thyer ligjin, jo vetëm atyre që kanë pushtu toka e prona, që sigurisht ata po, por atyre që kanë bërë një gjë të vogël e shtesën që presin legalizimin. Dhe shtëpiat e vjetra, kulmet e vjetra, dhe këto nuk janë pak, shumica e shtëpiave të vjetra shkodrane. Ato ishin mbi 200 vjeçare, që jo numërova, dhe shumë shtëpia monument kulture, ose që kanë pjesë monument kulture të tyre. Po janë 1400 shtëpiat të vjetra në Shkodër që nuk kanë tapi, që presin nga kjo Frokja. Frokesha që t'i bëj me tapi. Ky është një nga momentet më tragjik që i ka gjetur këtë popull dhe ka gjetur në mënyrë tragjike në atë që konsiderojnë këta, kupton, demokraci. Nuk e kuptojnë akoma që nuk janë në demokraci, nuk jetojnë në demokraci, e kanë shkatruar vetë demokracinë. Nuk mund t'jenë demokraci kur është bërë krimi më i madh me pronën. Kur këtë krim e ka filluar, jo vetëm Sali Berisha, pa e ka pasuar edhe partia e tij, po edhe partia socialiste. Dhe tash është shumë e vështirë ta ndreqësh, dhe tash del edhe një tip i tillë folklorik, i cili është i pa merituar dhe thotë e ka bërë Eglantina Froku me tapi Kishën e Madhe. Në këtë pikë, çfarë t'ju them miqtë e mi, çfarë mundem t'ju them?
Mirë, dakord, njerëzit edhe kanë lufta e Iranit, jo Amerika, jo Izraeli, jo Palestina, jo kjo, jo bota, lamsh, të pa marrën vesh. Po kjo është, që është këtu kene është marrëzi kolektive jona, shoqërore, politike, sociale, folklorikisht e ndarë, sepse sigurisht i ka shërbyer folklorit, është anti-Shkodrës, anti-qytetit. Shkodra, Berati, Gjirokastra, Elbasani, janë disa qytete, edhe të tjerët, Korça, cilët kanë qytetarë, dhe këtyre qytetarëve ju është rënë në qafë. Ju është rënë qafë me pronën. Janë premiuar zaptusit e tokave, jo vetëm Shkodrë. Shkodra është par excellence, po dhe në Tiranë. Zaptues toka, sepse sigurisht është goditur prona, është goditur e drejta për pronën, është goditur e drejta për të pasur tapin tënde. Nuk ja kanë thënë kur. Edhe tash do t'ja japi kjo frokje. Sepse i ka dhënë edhe kishës madhe. Sigurisht monsinjori vjen të falenderoj kryetarin e bashkisë, e di se kush e ka bërë të mundun edhe kush ka qenë person i interesuar për ta bërë. Po jo për këta tipat që kanë zaptuar dhe që i përfaqëson kjo deputetja numër 1 e listës numër 1, fatkeqësisht përfaqësuese me demek të majtës, se s'ka lidhje fare me as me të majtën, as me asnjë lloj partie në botë, pa asnjë lloj parimi në botë. Duhet presim këtë froken. Duhet presim i dorë të frokeve dhe frokeshave nga më të ndryshmet për t'u bërë me tapi. Qytetarët e Shkodrës. Qytetarët e Shkodrës, edhe sigurisht të gjithë këta zaptus, këta folklorik, periferik, këto rëkera, gëzohen, qeshin, fërkojnë barkun, talën me qytetarët e Shkodrës. I thonë emër, si pas shkeqit dikur i Paulin Selimit, edhe qytetarët den babaden, duan edhe tokë në Shkodër. Ne presim nga kjo frokja, edhe nga kjo tipja që e përmend frokën, që të bëhemi me tapi. Se kjo ka bërë deri kishën e madhe. Pra kjo na ka në dorë ne. Duhet i lutemi kësaj, që të marrim tapin e shtëpiave 250, 300 vjeçare, 200 vjeçare, 100 vjeçare. Qytetarët muslimanë dhe katolikë të Shkodrës, ata të vjetrit e famshëm, që të janë në qoshe, i kanë shtrëngu të rinë qoshe aty, se zaptuese këtë punë bëjnë. Ju marrin edhe zyrat, duan edhe monumente, ças duan këta, duan edhe toka në Bregdet kur s'ka pas kur tapi. Edhe që aty ku janë lart i ka bërë me tapi, Thetin për shembull dhe ka bërë Edi Rama, përpara se të bëj kishën e madhe me tapi. Ka bërë kishën e Thetit me tapi përpara se të bëjnë kishën e katedralin e Shkodrës, qytetit. Mi tash i ka ardhur radha dhe qytetit. Duhet patjetër kjo frokja. Duhet ta hymnizojmë këtë frokën, se kështu i thot kjo kolegja e vet, që është edhe deputete e Shkodrës, na përfaqëson edhe ne. Edhe sigurisht qytetarët e Shkodrës duhet i luten kësaj, që t'i bëjmë tapi. Duhet i përgjërohen kësaj tipesh, që ka ra vonë, shumë vonë, me demokracinë në Shkodër, për t'u bërë me tapi. Kjo është katastrofa më e madhe që e ka gjetur këtë vend. Ka gjetur Shkodrën, ka gjetur qytetarët e Shkodrës, dhe që do vazhdojnë ta vuajnë edhe për shumë vite tjera. Duhet t'i lutemi frokës, sepse janë qytetarë den babaden në Shkodër, duhen edhe tokë, duhen edhe pronën e tyre. Dakord, miqtë mi? Kjo është ajo që desha t'ju them. Ky nuk është mbledh. Kjo është një e vërtet vrastare.